Mirëmbrëma të nderuar shikues e ju adhurues të basketbollit, jemi me pamje direkte nga palestra se Zai Suroj në Prizren, ku do të hapim gjerën e 18 me derbin e rivalëve të vjetër, Bashkimin dhe Sikal Prishtinë. Një ndeshje që pritet të jetë mjaft interesante me dy skuadra që gjithë një ditë të japin ndeshje mjaft të bukura, ndërsa po shohim tashmë formacionin e skuadrës së Bashkimit, ku trajneri Igor Jovović luan me Armstead, Bickerstaff, Bunjakun, Shorten, Vamu Bytyqi, Cousins, Gjecaj, Lake, Ismaili, Janjeva dhe Lejson Zëqiri. Po shohim që vazhdon të mungon tek skuadra e Bashkimit Kian Anderson, ndërsa në anën tjetër trajneri Mihajlis Kakjuzis luan me këtë përbërje edhe Prishtina sonte me mungesa Bailey, Ismaili, Morina, Kakruki, Clarence, Dux, Zeneli, Sinani, Kramer dhe kapiteni Don Poloshka. Pra, edhe të Prishtina vazhdojnë të mungojnë dy organizatorët, DeAndre Burns si edhe Ariana Zemi, nuk janë të gatshëm as sonte që të paraqiten tek kryeqytetasit. Shohim e pam në plan të parë edhe bankën e skuadrës së Bashkimit, së fundmi pra janë paralajmëruar edhe disa ndryshime tek skuadra, ndërsa para pak qastesh e pam në palestër edhe Gjëshën Zikorin, i cili do të bashkohet me skuadrën e Bashkimit. Shohim edhe orarin e kësaj gjëre si edhe tabelën aktuale, skuadra e Bashkimit në pozitën e dytë në renditjen tabelare, pozitë e cila ka filluar të i rrezikohet nga skuadra e Borës, e cila po kalon një formë perfekte, ndërsa Sikal Prishtina edhe pse e pati një start të mirë të sezonës, aktualisht nuk qëndron mirë. E pam Prishtina si tashmë në zonën e rrezikshme në pozitën e 6, edhe pse qëndrojnë larg më mirë se sa vllaznimi Ravesi. Megjithatë, ambicet në fillim të sezonit nuk kanë qenë këto për kryeqytetasit gjithsesi. Problemet e shumta të cilat i kanë përcjellur gradualisht kanë ndikuar që të ketë rënje në paraqitje skuadra e Prishtinës, e cila 5 humbje radhazi i pati në vitin 2026, duke përfshirë edhe ndeshjet e EMBL-it, ndërsa së fundmi Ravec arriti të marrë fitoren ndaj vreshtarëve, ndeshje e cila përfundoi me rezultat 59-68. Në anën tjetër edhe Bashkimi vjen nga humbja nga kampionët në fuqi Trepça, që imposhtën në një super derbi me rezultat 90-80. Të dyja skuadrat do ta kërkojnë fitoren në këtë përballje, ndërsa do të shohim se si do të rrjedhë kjo ndeshje. Pa në plan pare edhe Igor Jovovicin, ndërsa në anën tjetër edhe trajneri Kakjuzis. Realisht për të dy nuk po shkojnë gjërat siç është mos mire, megjithatë ka ende shumë ndeshje deri në fund të kampionatit. Po shohim pesë startuese të skuadrës së Bashkimit, Bunjaku, Shorten, Vamu, Lake dhe Lejson Zëqiri startojnë tek Portokallë Zenjët. Në anën tjetër tek Prishtina starton Bailey, Morina, Kakruki, Clarence dhe Dux. Ndjekim fillimisht himnin kombëtar. Atër e ndjekëm edhe himnin kombëtar dhe tashmë gjithçka gati për të startuar ndeshja në Prizren. E kjo është paraqitja e para Altin Morinos kundërisht skuadrës. Kapiteni i Prizrenasve tashmë në fanellën e Prishtinës luan në palestrën e ti. Sa do të shohim a do të arrin të ndihmon skuadrës së tij që të marrë një fitore ndaj Prizrenasve. Vijnë pikët e para me një herë nga Vamu me treshe e nis skuadra e Bashkimit të ndeshjen. Dux, Morina, Bailey,
Gjuan për 3 pikë dhe Bailey për të përgjigjur, nuk ka arriti të realizon, ishte Lake me i larti në kërcim. E përmenda paraprakisht që Gjosh Nxikor ish lojtari i Sigal Prishtinës tashmë është në palestër dhe pritet bashkohet me skuadrën e bashkimit në momentin kur të i vije flet lëshimi, po Loci dokumentacionit përgatitet që t'jeti gatshëm të paraqitet me Portokallë Zenjët. Vijnë pikët e Valmir Kakrukit për 3-2. Shorter. Lake tentoi ta gjejnë Punjakun. Unë gatrua me top humbur i Prizrenasve. Si për Prishtinasit që marrin avantazhin e parë në këtë përpallje. Bailey. Duket që në Vamu ka luajtur i fundit. Clarence rikëthen topin e lojë të Khalil Dukes. Kakruki të Morina. Humba top, nisën ndërsulm Prizrenas si ndaje gjithsesi kundër sulmi. Vazhdon sulmi i Portokallës Zenjëve. Shorter gjuan nga gjysmë distanca, nuk arriti të realizon. Dukes. Nisën ndeshja me ritëm të ullt. Nuk qëlloj Dukes, gjithsesi pikët do të pranohet, duket që ka pasur prekje të topit. Ishte në rënje sipër. Është avantazhi në anën e kryeqytetasve për 3-4. Bukur ai top tek Lejson Zeqiri që realizon. Ndalet edhe me faul, aksioni bukur i Prizrenasve. Da shohim edhe njerë asistimi i Vamu për Lejson Zeqirin, i cili e qëllan edhe gjuajtjen e lirë për 6-4. Start të përballjes. Clarence. Nante Clarence. Kakruki. Valmir Kakruki. Luan 1-1 me Dikuan Lekun. Clarence sekundat e fundit mbeti me top në duar. Në mënyrë të njëjtë nis ndeshjen skuadra e Sigal Prishtinës, ashtu si i ndodhi edhe në Ravec. Nuk po treguohen të vëmendshëm në organizimin e sulmeve. Shorter. Punjaku. Faul e Elijah Clarence. Shojmë në një personal në Clarence dhe Valion Punjakut. Shorter. Punjaku edhe njerë Shannon Shorter. 4 sekunda deri në fund të këtij sulmi. Shannon Shorter debërton deri në fund, realizon 8-4. Kanë kaluar tashmë 3 minuta e gjysmë nga starti i kësaj përpallje. Dukes. Khalil Dukes e ka shkelur vijën. Tjetër top i humbur i bardhë dhe kaltërve.
Topi tret I humbur I skuadrës së Sigal Prishtinës. Lake Shorter thyer topin tek Lejson Zeqiri që gjuan për 3 pike realizon edhe një herë I sakt. Lejson Zeqiri pika e 6 e tij për 11-4. Një shkëputje e lehtë tashmë në rezultat e skuadrës së Bashkimit që po e kontrollon më mirë. Bukur shkaja I top tek Valmir Kakruki. Edhe një herë I sakt është Kakruki. Shorter dyvishohet. Shkallovi tek Lake. Lejson Zeqiri I lirë. Kësaj rade nuk arriti të qëllon. Gjithsesi Dikuan Lake lufton për atë, vazhdon sulmi I skuadrës së Bashkimit. Pas kërcimit në sulm të Lake do të gjuan për treshe Valon Bunjaku. Nuk tregohet I sakt. Clarence dalet me faul nga Bunjaku. Nuk e lejon kundër sulmin e skuadrës së Mysafire. Dux gjuan vetë për 3, nuk është I sakt. Shorter ishte më I lartë në kërcim. Shorter e një gjuan me ndihmën e tabelës. Realizon Shannon Shorter 13-6. Altin Morina për të përgjigjur nuk arriti të realizon. Beti 13-6 rezultati ngritet me njerë Don Poloshka për të futur në loj. Këtullet Altin Morina. Nuk shkon pasimi I Bunjakut. Ende prenat pasim Bailey. Shorter. Van Lake. Bali ko për diçka më tepër. Vazhdon lufta për atë. Lejson Zeqiri merr topin nga duart Adrio Baileyt, edhe një tjetër kërcim në sulm I skuadrës së Bashkimit. Bunjaku nuk tregohet gjithsesi sakt. Bailey dalet me faul. Adrio Bailey nga Lejson Zeqiri. Pavarësisht faktit që po e marrin kërcimin në sulm, nuk po I shfrytëzojnë sulmet të Prizrenasit. Do t'jenë zëvendësimi I dyfisht. Isaiah Cousins dhe Malcolm Armstead do t'jenë në loj. Ulen Valon Bunjaku si dhe Shannon Shorter. Dux. Clarence nga gjysmë distanca nuk është I sakt. Shini hapësirën që e ka në Vamu. Sikur të mos ekzistante mbrojtja e Sigal Prishtinës. Në Vamu me lehtësi deri në fund shkoi realizon për 15-6. Bukur ai top tek Kakruki, kthen tek Don Poloshka. Clarence Kakruki I dyvishuar. Vazhdon topi takon skuadrës së Sigal Prishtinës. Shohim 1.9 deri në përfundim të këtij aksioni, më njëherë duhet gjuajnë Bardh dhe Kaltrit nuk arritën të shfrytëzojnë këtë sulm
Fitet 15-6, vetëm 6 pikë të realizuara nga Prishtinasit. 7 minuta loj. Cousins tek Mbamu. Gjuan Mbamu nga gjysmë distanca edhe njerë është i sakt. 17-6. Kontrolli totalisht në anën e skuadrës Bashkimit, teksa kërkon time-out trajneri Mihajlis Kakyuzis. 2 minuta e 45 sekunda deri në përfundim të çerrekut të parë. Evërsia 2 shifrore tashmë në anën e Prizrenasve. Rikthehemi pas këtij time-outit. Pra 2 minuta e 45 sekunda janë deri në përfundim të çerrekut të parë. Skuadra e Bashkimit definitivisht po e kontrollon këtë përballje. Vetëm 6 pikë të kryeqytetasve, të cilët edhe mëtej në sulm nuk varin të e gjejnë lojën e tyre. Pam topin e vjedhur të Lejson Zeqirit, të vëmendshëm Prizrenasit. Cousins pa presionin e Kakrukit. Sia Cousins ndalet, nuk arriti të realizon. Dux tek Poloshka, Kakruki. Është Armstead ofërtik se radhe ka personali ndaj Kakrukit. Shojmë edhe një momentin kur merra top Armstead. Dux. Khalil Dux. Edhe Cousins shkakton faul në këtë moment kur tentoi të bllokon gjuajtjen e Dux. PJ Bickerstaff është në lojë në vend të Diquan Lake. Qëllon nga vija e gjuajtjes së lirë, Khalil Dux, pika e tretë e tij, sa i shohim Mariana Zemin dhe DeAndre Burns, të cilët definitivisht po i mungoj shumë kryeqytetasve. Shtatëmbëdhjetë me 8 pasi kohë të gjatë qëllojnë Prishtinasit. Armstead. Mbamu gjuan për 3 pikë. Mbamu është i sakt për të reshë 20-8. Kjo është pika e 10 e Mbamu.
Sa I shohim që ngritën të futën në lojë dhe Kramer dhe Jon Ismaili. Bailey nuk shëlloj nga gjysmë distanca, ndërsa shkakton faull jo sportiv. Shohim edhe një herë treshën e Kemvamo. Pikën e tij të 10. Sa ulen të Krishtina Kakruki si dhe Khalil Dux. Jo sportiv i Edgio Bailey jep 2 të lira. Lejson se qirit si dhe prosim e topit në anën e skuadrës së Bashkimit që po e kontrollon plotësisht Qerekun e parë. Dy skuadrat do të takohen edhe në kuadër të gjysmëfinales së kupës, ndeshje e cila zhvillohet të mërkurën nga ora 18:45. Çifti tjetër do të jetë ai ndërmjet Trepçës dhe Borës. Dy skuadra të cilat po e kalojnë formën më të mirë aktualisht në vitin 2026. Me të vërtetë për të përgëzuar skuadra e Borës dhe trajneri Zoran Kashelan, cili ka bërë punë fantastike. Bukur ai top tek Bickerstaff, nuk u kuptua realisht me Armstead, nuk arritën të realizojnë Portokallinjët kësaj rade. 25 sekundat e fundit Qereku të parë. Topin e duar të Don Poloshka, se ka presionin Poloshka tek Kramer, I cili realizon Kelby Kramer. Tregohet I sakt. E kam përmendur edhe në ndeshjen e kaluar, mjaft mirë funksionojnë dyshja Poloshka dhe Kramer dhe nuk e shfrytëzon këtë gjë trajneri Kakjuzis. Ka bëjnë hapa në Vamo. 9.8 sekunda deri në përfundim të Qereku të parë. Shohim atë Darin si ka Prishtina të shfrytëzon për të ngështuar rezultatin. Clarence. Jack Clarence Vazgjell shkon deri në fund, realizon 21-12 pas 10 minutave të para. Skuadra e Bashkimit e kontrolloi këtë fillim të ndeshjes duke pasur edhe përsi deri në plus 13 në Vamo. Më I miri me 10 pikë të realizuara, 4-4 është nga loja, 2-2 për dyshe, 2-2 për treshe. Të shkojmë me pak marketing për të rikthyer me Qerekun e dytë. Yll, Qeçi, kjo është kredit kardela që e kemi bo. Ue, Eria, çfarë dizajnit top. Me që halos kemi vendos për emër. Hajtë kallzon pak për ta? Që për shembull, mundesh me blet çka dush, edhe me pagu deri në 36 këste. Qyqy? Top, a? Edhe ato me 0% interes. Ja, lema veç pak të kënaqet pjesë. Ha, qështu do? Top. Hej, aja lujnë mërë emrin top? Top? Kredit kartela top. U kry, blej kudo. Paguaj deri në 36 këste me 0% interes. Ti e meriton kredit kartelën top.
Atë gjithçka gati për startuar edhe Qereku i dyti i përballjes 21-12 në të mirë të bashkimit që e kontrolloi, mund të themi, Qerekun e parë. Nuk po funksiononin gjërat tek skuadra e Sigal Prishtinës. Gjithsesi 10 minutën e para arritën që ta mbyllin me disavantazh prej 9 pikëve. Shohim më i miri definitivisht. I kem vamu me 10 pikë, nuk ka gabuar asnjëherë. Sonte. Poloshka. Shkajt update tek Jan Ismaili. Mbrojtja e fortë ndaj tij, arriti të gjuan gjithsesi jo të qëllon në sekundat e fundit të aksionit. Në anën tjetër, thyera topsha në shorter tek Aizia Kazës. Edhe njerë bashkëveprojnë kjo dyshe. Është duket Poloshka i cili ka luajtori i fundit. Topi do të vazhdon t'i takon skuadrës së bashkimit. Biggerstaff e kthen topin tek Shannon Shorter. Dalet në gjysmë distancë. Shorter realizon. Liga e 6 e tij. 23-12. Clarence. Smiley edhe njerë Clarence. Bailey dhe gjuan për 3 pikë. Realizon Adrio Bailey, i cili shkuat me gabim teknik për shkak të simulimit apo flopi. Gjyqtari Eldin Uglari ngritën për të protestuar nga skuadra e Sigal Prishtinës. Ky është momenti. Kur Bailey u ndëshkua me teknike. Në vjeni gjuajtje se lirë Aizia Kazës për të shfrytzuar këtë gjuajtje të lirë. Lojë është arë për Sinani të Adrio Bailey, i cili u largua tashmë. Paravrakisht Adrio Bailey e kishte faullin një sportiv Dajli i Son Zeqirit, pas u ndëshkua edhe me teknike dhe tashmë është diskualifikuar nga ndeshja edhe pa Bailey tashmë Sigal Prishtina. Armstead ka presionin e Don Poloshkës. Janjeva gjuan për 3, nuk është i sakt. Jon Ismaili më i lartë në kërcim. Clarence. Prova ti është Don Poloshka. Ka faull nën kosh. Personalja është DJ Biggerstaff. Në atë luftë me Kelby Kramer, shojmë edhe njerë. Do t'ullet Biggerstaff në lojë kthejë Dikuan Lake. Ismaili. Clarence. Gjuan nga gjysmë distanca. Nuk është i sakt edhe njerë. Armstead gjuan për 3 në anën tjetër, realizon Malcolm Armstead, 27-15. Poloshka
Është i lirë dhe gjuan për 3 pikë. Don Polloshka përgjigjet me treshe. Realizon për 27-18 Cousins. Tek Lake e ka shkelur vijën Dequan Lake, nuk tregohet i vëmendshëm, teksa kërkon timeout trajneri Igor Jovovic. 7 minuta 37 sekonda deri në përfundim të pjesës së parë. 27-18 aktualisht është rezultati. Rikthehemi pas këtij timeoutit teksa po i shohim edhe statistikat. Tashmë lojtarët në fushën, Ismaili me topin, avërti është Valion Bunjaku, Ismaili tek Clarence. Don Polloshka, avërti Isaiah Cousins, Ismaili ka gjetur depërtimin, Sinani, Gjuan nuk arriti të realizon, do t'jetë në vijën e gjuajtjes së lirë, Arber Sinani. Shojmë edhe njerë pasimin e Jon Ismailit për Sinanin. E qëllan në tetimin e parë nga vija e gjuajtjes së lirë. Se të shojmë edhe Tion Haqosaj në jashtë tek Krishtina. Ka pa Haqosaj në Azimin, Burns, tashmë edhe me Bellin që është diskualifikuar. 4 mungesa skuadra e Sigal Prishtinës, qëlloj 2 të lirat Arber Sinani për 27-20. Seqiri tek Valion Bunjaku, cili nuk qëllon Dequan Lake, i dy vishuar arrin të mban brendësinë e topit. Megjithatë, përfundojnë sekondat e aksionit të skuadrës së Bashkimit do të kthehet në lojë Eken Vamu, si Cousins ullet. Polloshka. Don Polloshka, ka kthyer tek Ismaili top. Clarence. Sinani, gjuan për 3 pikë, Arber Sinani nuk arriti të realizon. Anën tjetër. Dalet shortër, mbrojtje e mire krye qytetase. Clarence ka gjetur depërtimin, realizon Elijah Clarence, edhe më tepër afrohet në rezultat Sigal Prishtina 27-22. Në Vamu të dalet në gjysmë distancë, me të ngritur nga banka rezervë, vazhdon aty Kuela, pas nga loja 12 pikë, 29-22. Clarence në anën tjetër nuk arriti të realizon, por në gjumë mbrojtja e Bashkimit. E mori vetë edhe njerë topin
edhe pse nuk arriti të qëllon. Elijah Clarence do të zëvendësohet. Khalid Dux kthehet në lojë. Vamu. Tek Dikuan Lake. Shkan të në fund edhe pse pranë tij ishte. Kelby Kramer realizon pikët e para të Lake. Sinani tek Ismaili. Dux. Fred Kramer për blok, eksakt daljet me faul nga Lake. Ismaili ai I cili kthen topin në lojë tek Khalid Dux. Poloshka. 5 sekunda deri në përfundim të sulmit të Sigal Prishtinës. Don Poloshka gjuan vet. Jeti e shkurtër gjuajtja e tij. Shorter niset në sul. E gjetur korridorin e dëvërtimit, realizon Shannon Shorter për 33 me 22, edhe pse u afrua Sigal Prishtina në rezultat paraprakisht në 27 me 22, gjithsesi e shohim edhe një tjetër shkëputje në rezultat skuadrës së Bashkimit plus 11. Bunjaku. Vamu. Gjuan vetë edhe një herë Ikem Vamu. Nuk është I sakt. Në duart e Arbër Sinanit. Poloshka. Jan Ismaili. Edhe një herë ka kthyer topin te Don Poloshka. Kramer shkoi për të ndihmuar. Gjuan edhe një herë Don Poloshka, nuk është I sakt. Në anën tjetër nuk qëllon as në Vamu. Poloshka, Sinani, Dux. Don Poloshka do gjuan edhe njerë për 3 shkurtër gjuajtja topin në duart e Dikuan Lake. Faul. Don Poloshka në lojë kthehet Clarence. Vamu. Të Ikem Vamu, të Klejson se qiri që gjuan edhe njerë për 3 pikë. Nuk është I sakt. Kramer me I lartë në kërcim. Clarence. Simi ka buar I ti direkt në duart e Shannon Shorter. Teksa në kundërshtim Jan Ismaili nuk ja lejon pikët. Lejson se qiri dhe ndalë me faul do t'jetë në vjen e gjuajtjes së lirë. Megjithatë ka kërkuar time-out trajneri Mihailis Kakiusis. Janë edhe 2 minuta 53 sekunda deri në përfundim të pjesës së parë. Kthehemi pas këtij time-outi.
Pra Lejson Zeqiri do t'jetë në vjen e gjuajtjes së lirë pas personales së Jon Ismailit ndaj tij në kundërshunj. Zeqiri ka 7 pikë, kjo është pika e tij e 8, sa i ka marrë edhe 3 kërcime dhe i ka edhe 2 topa të vjedhur. Barazohet me pikë me Shannon Shorter, që gjithashtu i ka 8 pikë. I saktë në të dytën, Lejson Zeqiri, pika e 9, 35-22. Faul nga Armstead. Dukse rikëtan topin e lojtë e Clarence. Ismaili. Gjuan për 3 pikë, Jon Ismaili. Edhe ai ndëshkohet me teknike për Semoljem. Fitari i dytë tek Prishtina. Që ndëshkohet me teknike për këtë veprim. E gjuajtjen e lire që lanë Shannon Shorter. Me 22. Armstead, faul ndaj tij. Ismaili. Duket që është ai i cili ka shkaktuar personalin ndaj Malcolm Armstead. Shohim edhe Gjëshën Zikorin. Përmenda edhe më parë që tashmë është në Prizren dhe vetëm ka mbetur dokumentacioni të i kompletohet për të u paraqitur në skuadrën e Bashkimit, ndërsa njëri nga lojtarët e huaj do të largohet, do të shohim se si do të vendosin kryesia dhe trajneri portokallëzinjve. Teksa Armstead dhe qëllon në tentimin e parë nga vija e gjuajtjes së lirë për të shkëputur edhe më tepër në rezultat skuadrën e tij. Tashmë kjo është edhe përsia më e thellë e 16 pikëve. 38-22. Ishte momentumi si Gal Prishtinës kur u afrua në rezultat 22-27, megjithatë shohim tashmë skuadrën e Bashkimit që edhe njëherë ka marrë kontrollin. Duk, sa për ti është Lejson Zeqiri. Kaloj me këmbë. Mbrojtja mjaft e mirë. Edhe pse po protestojnë trajneri Prishtinës Sinani. Ka për ti është Lejson Zeqiri. Mjaft aktiv në mbrojtje është Lejson Zeqiri, përpos që është tërë më të dalluarit në sulm të skuadra e Bashkimit me 9 pikë. Clarence, o avërti është të pamu. Të Gjuan nuk arriti të realizon. Elijah Clarence, Armstead në anën tjetër. Bukur tek Dickwan Lake, i cili realizon për 40-22. Gjithë shka në të mirë të skuadrës së Bashkimit tashmë po ecën gradualisht duke u shkëputur në rezultat plus 18 Dukes tek Altin Morina. Lizja mashtruese e tij do të shkon deri në fund. Ish kapiteni i Bashkimit, i cili qëllon pikët e para. Dhe pas një kohë të gjatë pikë të skuadra e Sigal Prishtinës, në anën tjetër Shannon Shorter nuk është i saktë, Kramer me i luarti në kërcep. Morina ka shkuar deri në fund, realizon, dalet edhe me faul. 4 pikë të Altin Morinës, ndërsa do ketë edhe gjuajtjen e lirë
Shkojme edhe një realizimin e Altin Morinës. E qëllon edhe quajtjen e lirë. 5 pikë të ti për të afruar në rezultat skuadrën e Sigal Prishtinës. 20-27, kur janë edhe 52 sekunda deri në përfundim të pjesës së parë të kësaj përballje. Rikthehemi pas time-outit. Dhe 2 sekunda deri në përfundim të pjesës së pare. Pam në plan para Altin Morinën që i qëlloj 5 pikë ekspresën ndaj skuadrës për të ngushtuar rezultatin sa do pak. E përsia ishte deri në plus 18 teksa vjen tentimi për treshe nga Ikem Vamu, i cili nuk arriti të qëllon. Undajsë realizuar ishte i pagabueshëm Ikem Vamu me ato 12 pikët e ti. Dux. Morina do të gjuan edhe për 3 pikë, nuk është i sakt. Kramere ka marrë topin, por ja vjedh. Lejson Zeqirit si me magnet. He përmenda më parë mbrojtjen e Lejson Zeqirit. Shumë aktiv për pos paraqitjes së mirë në sol. Shorter të gjuan për 3 pikë, nuk arriti të qëllon. Përfundon pjesa e parë 20-27, pavarësisht e përsisë prej 18 pikëve të Bashkimit që kontrolloi mjaft mirë këtë pjesë të parë. Prishtinasit Kreçka arritën të bëjnë deri në përfundim të 20 minutë që t'ishte të ngushtojnë rezultatin në 20-27. Pas këtyre 20 minutave Ikem Vamu me 12 pikë është më i dalluari tek skuadra e Bashkimit, teksa edhe Lejson Zeqiri dhe Shannon Shorter po dallohen me nga 9 pikë. E në anën tjetër tek skuadra e Sigal Prishtinës, ku pikët janë të shpërndara plotësisht. Më i miri është ish kapiteni i Bashkimit Altin Morina me 5 pikë të realizuara. Shkojmë pak marketing për të rikthyer me pjesën e dytë.